Tani kalojmë te deputeti Artan Tahiri, nga grupi i PDK-s, grupi parlamentar i PDK-s, që ta propozoj amendamentin e radhës. Deputet, fjala për ju. Nderuar kryetor, të nderuar deputet, faleminderit shumë. Gjithashtu me shumë respekt kërkoj mbështetjen për amendamentin, që është shumë i rëndësishëm për shkak se propozohet që dyfishohet mbështetja për të akuzuarit tonë që janë hog, pra bëhet fjalë për çështje shumë të rëndësishme për identitetin dhe reputacionin e vendit tonë, dhe duke po parasysh se ka nevojë për mbështetje më të avancume dhe më të lartë të shtetit Kosovës, është në përputhje me ligjet dhe rregulloret të fuqi. Ju kërkoj me respektin maksimal kryetor dhe gjithë anëtarëve të komisionit që të votojnë për në mënyrë që të krijohet mundësia të ketë mbështetje të dinjitetshme nga shteti i Kosovës për një proces që si shtet edhe si shoqëri mendoj që e kemi mbështetjen ndaj tyre bashkërisht. Faleminderit shumë. Faleminderit. Marr parasysh që siç u tha procesi është tashmë në fund. Domethënë ditën e djeshme vetë se kemi pasur deklarimet përfundimtare edhe të gjitha palëve edhe të mbrojtjes në këtë rast, konsideroj që buxheti aktual, pra prej 8 milion eurove, do duhet të mjafton të marr parasysh pra që jemi në 3 mujorin e parë të vitit dhe procesi tashmë ka përfunduar. Duke u bashkangjitur urimit të deputetit Haradinaj dhe gjithë neve këtu, pra që të kemi një epilog sa më të shpejt të rastit dhe të konfirmohet pafajësia dhe që të mos ketë më nevojë për buxhet shtesë, konsideroj që ky buxhet aktualisht prej 8 milionëve është i mjaftueshëm, në rast se pra ka nevojë për më tepër, jemi të gatshëm që ta shqyrtojmë gjatë rishikimit, pra të buxhetit nëse ka nevojë për të shtuar, sepse nuk besoj që deri në rishikim pra ky 8 milion shit do të shpenzohet dhe do të dalë si i pamjaftueshëm. E para, ata nuk janë themelues shtetit, që është tha deputeti Tahiri, edhe dyta me qenë se është përfundim, nuk konsideroj që është arsyeshme për me vazhdu për mbrojtje tyre. Faleminderit. Kush është për këtij amendamenti? Kush është kundër? Kush abstenon? Me 4 vota për, 3 kundër, 2 abstenime, konsideroj që merr mbështetje kjo amendament. Po. 4-3. Po, 2 abstenime. Kalon. Me shumicë kalon. Sofia mësuar? Ha? S'morën në Kalon. 4 për, ja kalon. Kalon, hesh mos filozofo. 3. Kalon. Sa e mendueshëm. Stoja ligji është konë në rritë. Së nevoj ma një në qa filozofë në lejtë. Në klasën e parë mund është të me... Që për botan? Kalon që s'ka 4-3 është kaqë. Qa? O ku bone nesme.